ta zhvillosh turizmin në Kurdari, drejt për drejt, mjafton që t'na bëhet rruga për në mal, edhe shfrytëzo malin 12 muaj të mëdha. Pra, duhet rrugë, sa kilometra bëhet fjalë? 16, 17, 20 kilometra. 7 kilometra. Por, ama ke mundësi që ta zhvillosh turizmin në 12 muaj të vitit. Edhe ndimër, po edhe gjatë kohëve të tjera. Atje ka sheshe ku mund vendosen bujtina? Gjithçka. Atje është mrekullia vetë, sa që edhe një liçene ka emrin liçeni i luleve. Sa liçene janë atje? 5? 5 liçene akullajore, por ka edhe liçene më të vogla. Ke mundësi për shtigje turistike, ke mundësi, kemi edhe pisha tu afër. Ja i shoh ato pishat atje. Pishat aty. Është një mrekulli që mundesh të ndërtosh shtëpia druri. Më të bësh turizëm si dush aty. Atë ajo mrekullim vetë. Pra ti mendon që duhet vetëm një rrugë, duhet edhe energji elektrike, ëh, duhen. Është energjia edhe atje. Mjafton rruga dhe pas rrugës besoj edhe ajo çfarë unë mendoj për në 10 vitet e ardhshme, mendoj që shumë shtëpia pritet të hapen. Me hapjen e rrugës Arbrit, shumë nga banorët e kësaj krahine të cilët kanë migruar dhe kanë shkuar në Tiranë, po rikthehen. Dhe ato jam shumë i bindur se do investojnë. Do investojnë në shtëpia pritse. Ndoshta bujtina nuk kemi mundësi gjithë me hap. Ju më shtëpia pritse, Airbnb. Po, Airbnb kemi kullat, të cilat i kemi të trashëguar nga gjyshërit tanë dhe mundemi nga një dhomë, nga 2 dhoma. Po, shumë bukur, super. Ta shej kamerën ky shtëpia përballë, an 16 dhoma. Kjo mund as gjysa këtu, nuk i hyn punë ti familjar. Ajo mund të bëhet shumë shtëpi. Ajo atje, 4-4. Kjo 4-4 këtu. E reja. E madhe këtu. Kjo 4-4 mund të bëhet shumë mirë kjo shtëpi për icë kjo. Ajo është për hotel fare. Aty 16 dhoma, 16 dhoma. Edhe ajo shtëpi e Dhe ajo shtëpi e bukur atje. Gjitha shtëpitë bukura janë këtu. Ka dhe shtëpia të vjetra, po ka dhe shtëpia që bëjnë nga 100 ca milionë. Kjo mund të bëhet shtëpi për icë shumë mirë. Unë mendoj se turistët kanë më shumë për shtëpiat e gurit. Po pra, po sa objekte guri keni ju? Keni objekte? Ka objekte guri. Kulla guri besoj 500 metra, 30 shtëpia. 500 metra linear. Këtu janë kullat e Allamanit, kulla 300 vjeçare. Kullat e Allamanit quhen. Po? Janë kulla rreth 300 vjeçare. Ato duhen rekonstruksion, murat e aty nuk kanë lujt se janë 70 cm të gjera. Janë punuar nga mjeshtra Gollubordas, vetëm çatia çalon edhe ata mund të bëhen shumë mirë, eficiente. Pra ato kanë status muzeal, 300 vjet duhet të ketë status muzeal. E kanë status. E kanë. E kanë vendor tek ajo? Jo, është rekonstruksuar një herë. Për sa i përket ti, a keni bënë në plan sa ashtu? Me sa di unë ne nuk kemi bënë se me sa di unë në gjithë bashki projekt përfitu janë mos gaboj edhe 25 shtëpia guri do të fitojnë nga projektet e qeverisë. Po nuk do të thotë që vetëm nga projektet e qeverisë. E kuptoj. Ne mund t'i bëjmë vetë. Po për vetë resurset që ka fshati, për vetë edhe zhvillimi që ato morë, a e kupton se është bën mediatika, po ajo shumë shpejt është bë. Edhe tham që çdo kush e ka mundësi mi prit 5-6 turist. Ndoshta edhe nga ky zgjim që është bërë në mediat sociale që kanë kap bukuri të cilat nuk është e nevojshme që ne t'i themi thjesht mjafto syri dhe ti shofi vetë. Po ju duhet i bëni paketa video, qoftë edhe me të ardhurat tuaja, qoftë edhe me ndihmën e bashkisë, ti reklamoni në YouTube. Se dhe ky emisioni vetë nuk reket vetëm të sjell vetëm problematikën e ujit. Diskutohet ajo është kryesore që na sjell në fshat. Por ne duhet të shohim dhe potencialin që mos ikin shqiptar nga Shqipëria. Ky është thelbi i emisionit, për të kuptuar pse ikin njerëzit. Ashtu A ka mundësi shqiptar të rinë në Shqipëri se ky vend ka mbajt 5 milion vet, 4 milion vet. Si u ka ta ndisëm në Vladiku, është bën një plan, ashtu për të algoritat ashtu edhe ato bosh fort në këtë problem. Me kuptoj. Për Balgjajnë për to. Uroj më të mirë.